تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të gjitha lavdit ja përshkrujmë atij subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavat dhe selam për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej në suazat këtij seminari të mbajtur në xhamin Ashabul Fath në Zürich, do më thënë jemi munduar të kemi lidhje telelink me dikon prej shijukëve tanë të nderuar, si çdo herë në për seminare ose edhe jashtë seminareve. Dhe në këtë seminar, vllai jon i nderuar Hoxha Kamer ka kontaktuar me shehun ton të dashur Sheikh Khalid Al-Dhafiri, edhe mirëpo nga pamundësia që të mbaje link të drejt për drejt, ka dërgu një incizim të shkurt, këshill dhe përshëndetje për të gjithë neve dhe juve, dhe do ta përkthejmë tash në këtë rast, pastaj më vonë pas mësimit të Hoxhës së nderuar Alben, do ta përkthejmë tjetrën audio që e ka bë gjithashtu kontakt Hoxha Alben me Sheikh Arafatin, hafidhahumullahu jami'an. Pra këtu është incizimi dhe do ta dëgjojmë pjesë-pjesë. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فحياكم الله إخوتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على الحق وعلى السنة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. Prathot Sheikhu i nderuar Sheikh Khalid Al-Dhafiri, hafidhahullah, pas hamdit për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe pas salavateve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju përshëndet të gjithëve edhe thot Allahu ju ruajt dhe ju dhënë sukses të gjithë ju vëllezër të dashur, edhe lutim Allahun që të na forcojë të gjithëve në hak, në të vërtetën dhe në sunet, derisa të takojmë ata subhanahu wa ta'ala. لا شك أن مما ينبغي على العبد أن يعتني به غاية العناية هو الاهتمام بالعلم الشرعي، والعلم الشرعي وطلبه من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. Thot nuk ka dyshim se kjo çështje të cilës duhet t'i kushtojmë rëndësi të veçantë edhe të kujdesemi për ta, është kërkimi i diturisë sheriatike. Dhe kërkimi, mësimi i diturisë sheriatike është një prej ibadeteve më të mëdha me të cilat njeriu i afrohet Zotit subhanahu wa ta'ala. فحين نعلم أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه العبودية لله عز وجل لا تتم إلا حين يتعلم العبد أوامر الله عز وجل، ويتعلم ما الذي يحبه الله وما الذي أمر به وكيف يتعبد لله عز وجل. وهذا يقتضي منه تعلم القرآن وما فيه وأحكامه، وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه. Dhe kur e dim se Allahu subhanahu wa ta'ala na ka krijuar vetëm që ta adhurojmë ata, dhe ka thënë Allahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, do të thënë nuk I kam krijuar xhinat dhe njerëzit për asgjë tjetër përveç se që të më adhurojnë. Atëherë duhet, nuk mund ta plotësojmë këtë adhurim ndaj Allahut
përveç se duke e mësuar fenë e Allahut. Prandaj njeriu duhet ta mësoj librin e Allahut, ta mësoj Kur'anin, edhe ta mësoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të di si të adhuroj Allahun subhanahu wa ta'ala. فيها حتى يطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق هذه الغاية السامية ألا وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده. Pra ta mësoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta di se si duhet ta adhuroj Allahun sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të mund të arrijë dhe ta zbatoj, ta realizoj këtë qëllim të lartë edhe synim madhështor që është adhurimi ndaj Allahut të lartësuar. الله سبحانه وتعالى حين يسلك العبد طريق العلم فإن هذا من أعظم ما يرفع به الله عز وجل، يرفع به العبد درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kur njeriu angazhohet me mësimin e diturisë dhe nxënien e diturisë, ky është shkaku më i madh me të cilin Allahu e lartëson njeriu në grada të larta. Domethënë shkaku më i madh përmes të cilit Allahu e ngre njeriu në lart është kërkimi i diturisë. Se ka thënë Allahu i lartësuar, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Domethënë Allahu i ngre besimtarët nga mesi juaj dhe ata të cilëve u zhdon dituria i ngre në gradë më të larta. بل العلم من أعظم أسباب خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. Pastaj dituria është shkaku më i madh që robit i ketë frikë Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thënë Allahu, "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama", do të thonë Allahut i friksohen prej robërve të tij, i friksohen Allahut vetëm dietarët, do të thonë vetëm ata që kanë dituri. والعلم والباعث إلى الثبات، ولذلك لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه من الاستزادة من شيء إلا من العلم. Dhe dituria është shtytës ose është përforcues për njeriu që të jetë i paluhatshëm në rrugën e drejtë. Dhe dituria, do të thënë, nuk e ka urdhëruar Allahu pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam që të kërkojë më shumë prej diçkaje, për asgjë përveç se për dituri. Pra nuk e ka urdhëruar që t'i lutet Allahut t'i shtojë diçka përveç diturisë. وقل رب زدني علما. Pra ka thënë Allahu, thuaj, o Zoti im, shto ma diturinë. الله عز وجل اصطفى عباده أهل العلم وبين أن من يسلك طريق العلم فإنه لا يستوي مع غيره. قل Allahu i lartësuar i ka përzgjedhur njerëz të diturisë. Dhe ka thënë Allahu se ai të cilit Allahu i ka dhënë dituri nuk mund të barazohet me ata që nuk, do të thënë janë më të ngritur dhe nuk barazohen me ata që nuk kanë dituri. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Pra në këtë ajet thot Allahu, thuaj, a barazohen ata që din me ata që nuk din. Do të thënë kjo është pyetje në kuptimin mohues. Pra nuk janë barabartë dietarët me ata që nuk din. بل الذي يسلك طريق العلم فإن هذه من علامة إرادة الله عز وجل للعبد الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dhe ai njeri të cilit Allahu i jep dituri, do të thënë e ka këtë shenjë se Allahu ja ka dashur atij të mirën. Do të thënë i ka dashur Allahu ka dashur t'i japë mirësi, prandaj i ka dhënë dituri dhe kuptim të fesë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt ja do Allahu të mirën ose kanë do Allahu për të mirë, ja mundson ta kuptoj fenë. من سلك طريق العلم وتعلم فإنه يحصل له بذلك الراحة والطمأنينة والرحمة من الله عز وجل، ويذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده، وخصوصا من يتدارس كتاب الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت. Ai i cili merret me dituri, do të thënë atij Allahu i jep qetësi, rahati, i jep mëshirë,
dhe Allahu e përmend para atyre që i ka afër, Allahu subhanahu wa taala, do të thonë e përmend para melaikeve. Dhe kjo është, do të thonë, një veçori e lartë që u jep njerëzve që angazhohen me dituri, dhe pastaj përmend hadithin: Bejtin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa haffatuhum al-malaika wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat alayhim as-sakinah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Do të thonë veçanti ata të cilët mblidhen për ta mësuar librin e Allahut, do të thonë me lexim dhe kuptim. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë kur një grup i njerëzve mblidhen në një prej shtëpive të Allahut, ku e përmendin Allahun, e lexojnë librin e Allahut dhe mësojnë me njëri tjetrin, ata i mbështjellin me lajket. Këta njerëz i mbështjellin me lajket dhe u zbret qetësia nga Allahu dhe i mbulon mëshira dhe i përmend Allahu te ata që i ka afër. Al-alimu wa sahibu al-ilm yusahhilu Allahu azza wa jalla lahu tariqan ila al-jannah kama qala sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Dhe dietari dhe gjithashtu edhe ai i cili angazhohet me mësimin e diturisë dhe ai të cilit Allahu i jep dituri, atij Allahu ja lehtëson rrugën për në xhennet, ose ja hap rrugën për në xhennet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush merr një rrugë ku e kërkon diturinë, mësimin e fesë, atij Allahu ja lehtëson rrugën për në xhennet. والطريق هنا هو المرور على الصراط وكذلك جميع الأعمال الصالحة التي تكون في هذه الدار فإن من سلك العلم سهل الله له طرقا أخرى في طاعة الله وفتح الله عز وجل له أبواب الخير. وسلوك طريق العلم هو في سماع أشرطة العلماء وحضور دروسهم وقراءة كتبهم والاستماع لهم وإدمان النظر في كتب الحديث والقرآن والتفسير وغير ذلك. Ky hadith ka kuptimin se ai i cili angazhohet me dituri dhe me mësimin e diturisë, Allahu ja lehtëson rrugën në ahiret për në xhenet, do të thonë ja bën të lehtë kalimin e siratit në ditën e gjykimit. Dhe gjithashtu ka kuptim të lehtësimit të rrugës së xhenetit në dunja, sepse ai i cili e mëson diturinë, do të thonë i hapen dyert e mirësive, i kupton veprat e mira dhe Allahu ja lehtëson rrugët që t'i afrohet Allahut edhe më shumë. Dhe marrja e rrugës për kërkimin e diturisë është duke i dëgjuar mësimet e dietarëve, duke mësuar tek ata direkt ose duke dëgjuar audiot e tyre, duke u dhënë pas leximit edhe shikimit në librat e tefsirit, hadithit dhe të diturive të Islamit. ينبغي على طالب العلم أن يهتم غاية الاهتمام بما كتبه ودونه العلماء الكبار فيقرأ لكتبهم وشروحهم ويستمع لمحاضراتهم، وهذا مما يثبت العبد على الكتاب وعلى السنة وعلى الحق، لأن الذي يجد لذة العلم فإنه يبدأ يزداد من هذه اللذة حتى يحصل له اللذة الكبرى وهي في دخول الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. Do thot nxënësi i dijes dhe ai që dëshiron të mirën dhe e do diturinë duhet të mësojë nga dietarët, do të thonë duke i ndjekur ligjëratat e tyre, sqarimet e tyre, mësimet, do të thonë që i japin. Në këtë mënyrë njeriu vazhdon ta shtojë diturinë dhe ta shtojë edhe ta doj më shumë mirësinë dhe të shtoj veprat e mira. Dhe kështu shijon kënaqësinë e diturisë dhe mësimit diturisë, duke ju shtuar kjo kënaqësi vazhdimisht derisa të përfundojë me kënaqësinë më të madhe, që është hyrja në xhenet. Allahu na bëft të gjithëve prej banorëve të xhenetit.
هذه نصيحة وتذكرة لي ولكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات، وفي الإخوة عندكم الخير. Kjo është këshill e shkurt për mua, për veten time dhe për ju, edhe lutim Allahun për ne dhe për ju që të na japë qëndrueshmëri dhe na bëj paluhatshëm në këtë fe. Jazakumullahu khaira. Edhe thot në mesin tuaj ka vëllezër që kanë hajër të madh, domethënë për mësimin e diturisë, edhe Allahu është përbleft me të mira të gjithëve. إقامة مثل هذه الدورات. Edhe Allahu është përbleft me të mira për bërjen e këtyre seminareve të kësaj forme. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Edhe Allahu është më i dituri. Salavat dhe selame dërgojmë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu në fund sheikhu tha na dha selam, edhe në themi wa alaihi assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum.